News 24 ka publikuar këtë video. Tuneli Ballokut. Para disa muajsh, kur në media plasi skandali i tunelit të Llogaras dhe nga përgjimet doli se kontraktori i thoshte drejtorit të Belinda Ballukut se tuneli nuk është thjesht një vrim në mur, bëra këtë thirrje. Unë duhet ta nis me një thirrje për qytetarët e Shqipërisë, duhet të bëj thirrje që ta mënjanojnë maksimalisht përdorimin e tunelit të Llogaras. Uji që rrjedh nga tavani i tunelit nuk ka të bëjë me fatkeqësi natyrore, nuk ka të bëjë as me faktin që në këtë muaj ran më shumë rreshje se zakonisht, po ka të bëjë me probleme themelore në strukturën e ndërtimit të tunelit. Ka të bëjë me faktin ose që membrana hidroizoluese e tunelit është qarë, ose ka probleme sistemin e drenimit të ujit të tunelit, ose Belinda Balluku si ka vënë fare as hidroizolim dhe as sistem drenimi. Problemi me ujë në tunel nuk është se lagjen makinat. Problemi është se uji gradualisht e gërryen betonin duke vënë në rrezik gjithë stabilitetin strukturor të veprës inxhinierike. Është njësoj si ai krimbi që e gërryen mollën nga brenda. Dhe çështja nuk është se aty ku rrjedh uji mund të mbyllet vrima dhe u zgjidh problemi. Nëse mbyllet një vrim, uji ka për të gjetur një vrim tjetër e një tjetër e kështu me radhë. Njësoj pra si ai krimbi brenda mollës, të cilin nëse mollën nuk e ndan më katërsh, nuk e heq dot qafe. Shqiptarët duhet të kuptojnë që për vepra madhore inxhinierike është e vështirë që edhe veprën ta ndërtosh në standardet që kërkohen, edhe të vjedhësh. Aq më tepër me makudërinë e politikanëve shqiptar për të ngrënë gjithnjë më tepër, është e pamundur një gjë e tillë. Prandaj që kushdo që zgjedh me familjen në makinë të kalojë nga ai tunel, duhet të jetë dikush ndoshta që beson se megjithmend Belinda Balluku nuk ka vjedhur, ose ndoshta që Edi Rama s'ka qenë në dieni të gjithë këtyre skandaleve korruptive që po i plasin në duar, ose që vërtet është ai që do ta fusi Shqipërinë në be, në qafë paçi veten.